Pastaj Blerta po rritej një vajzë me shumë mandra, po që në atë kohë ka qenë mendoj Blertë shumë guxim për me ndru, sepse nuk ka qenë gjithçka ka kollajshme sa është sot. Cilat ishin ëndrat e Blertës? Dhe sa ke pastaj vështirësi dhe besim në vete se ti një ditë kemi ja dalë një jetë dhe kemi i realizu gjitha këto? Unë gjithmonë mendoj që prej qyteteve të vogla, aty ku largësia është aq e madhe, ku mundësit janë shumë të vogla, ku shtypja persekutimi është shumë më i madh, gjithmonë është ambicia shumë më e madhe dhe këtë e vrej edhe në shumë qytete tjera të cilat, ose mirë të them, shumë shembuj të njerëzve të cilët kanë pasur ëndra të mëdha dhe kanë mritë të realizojnë ëndra duke qenë shumë larg prej këtyre ëndrave. Për mu, fati më i madh ka qenë që kemi qenë të rrethuar me njerëz që nuk i kanë shtyp dëshirat edhe ëndrat, ambicjet. Në radhë parë i prindve, i nanës edhe i babës, të cilët na kanë leju me ndru me një kohë shumë të vështirë, me shumë peripeci, me shumë sfida, me i rritë 5 fëmijë, me i arsimu, me qenë 2 në punë, njëri profesore, tjetra doktoresh, dhe me qenë të rrethuar gjithmonë me njerëz, po gjithmonë duke na dhënë mbështetje kur ajo të pashoq, edhe atëherë kur ato ëndra janë dok surreale. Prindrit, po edhe familjarë të tjerë kanë qenë ata që na kanë mbështet në guximin tonë për me ndru, edhe sot kur i kqyri 2 fëmijët e mi, mendoj që mbështetja më e madhe që njeriu mund t'i ofrojë fëmijëve është t'ju jap mbështetje për me guxu me ndru. Ka qenë guxim i madh. Edhe unë mendoj që sfidat, ëndrat, përpjekjet tona, sado që janë të vështira, kanë një rol të pashlyeshëm në atë se çfarë ne jemi në sot, guximi me ndru, guximi për mu sfidu, të cilin absolutisht unë e kam pas për herë edhe është inkurajuese, pra po e them, prej gjithë shoqërisë, prej njerëzve që më kanë rrethu, të cilët kanë qenë mbështetës për herë shumë.